Selam aleikum, hoxha, mundem t'i lutem Allahut për ta nisur sa më shpejt ditën e gjykimit? Dua ta takoj. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Dijen për ditën e gjykimit e di vetëm Allahu i lartësuar. Lutja për përshpejtimin e saj as nuk e vonon dhe as nuk e përshpejton. Sepse ajo është caktuar tek Zoti i gjithësisë, pra e ka caktuar Allahu i lartësuar. Profeti alayhis salam është pyetur për ditën e gjykimit dhe ka thonë, nuk di i pyeturi për të më shumë se sa pyetësi. Po ashtu në Kur'an kuptohet prej fjalëve të Allahut lartësuar se çështja e saj është tek Zoti i gjithësisë. Pra Allahu i lartësuar e ka caktuar se kur do të ndodhë dita e gjykimit. Ajo që ne duhet të bëjmë është të angazhohemi me punë të mira, si për shembull namazi. Është shkak që të mundsohet me pa Allahun e lartësuar. Hoxh, pse përtoj të falem, mos kam magji, e kam të vështirë, me zor çohem, e bëj thot si rutinë. Përderisa përmende fjalën rutinë, unë të këshilloj që të lexosh sure të ndryshme pas surës Fatiha. Mundohu të mësosh edhe kuptimin, të dish pra kuptimin e ajeteve që lexon. Kjo ka për të ndihmuar ta përjetosh më shumë namazin dhe jo thjesht si rutinë. Po ashtu duhet kish kujdes nga përtatësia për namazin, sepse është shenjë munafikëve, Zoti na rujt. U idha qamu ila salati qamu kusala, kur çohen për namaz çohen me përtatësi. Ajo që të ndihmon që të mallëngjehesh për namazin është mendo për shpërblimin e madh që e pret personin i cili fal namazet, lidhje me Allahun e lartësuar, po kryen shtyllën e dytë të Islamit, kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Pra mendoj këto gjëra dhe me lejen e Zotit gjithësisë ke për të mallëngjyer për namazin. Dhe sidomos po dita edhe kuptimin, pra të mësosh edhe kuptimin. Selam aleikum, kam dyshime shumë të forta, thot, rreth Zotit, Kur'anit, profetit, çfarë mund të bëj? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Këto mendime të tilla janë cytje të shejtanit. Kështu që unë të këshilloj që mos ja hapësh portën shejtanit. Po ashtu të këshilloj që të lexosh sa më shumë. Lexo Kur'an. Lexo libra të cilat të ndihmojnë ta shtosh besimin, ta forcosh besimin. Dëgjoj ligjërata të ndryshme, shoqërohu me njerëz të cilët të ndihmojnë ta afrohesh me Allahun e lartësuar. Po ashtu kur të vinë mendime cytje të tilla, thuaj besova Allahun dhe dërguarin e tij. Kërko mbrojtjen e Allahut të lartësuar dhe mbylle pra portën e dyshimeve, mos e hap. Allahu të rujt dhe Zoti të boft të qëndrueshëm. Selam aleikum, deri në çfarë ore lejohet të falet jacie, se mbie në 11, a më quhet wa alaikumus salam wa rahmetullah. Ora 11 je brenda kohës. Zoti ju rujt, Allahu ja pranoft. Selam aleikum hoxh, në cilën ditë do ja nisim me përcjell Ramazanin? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Atëherë agjërimi 6 ditëve të Shawalit, akoma jemi në muajin Shawal. Pra ke mundësi me agjëru 6 ditët e Shawalit. Normal edhe pak ditë kanë mbet, kështu që unë këshilloj çdo njërin që akoma nuk ja ka filluar, ta filloj qysh nesër. Dhe duhet ta dim që kush agjëron Ramazanin dhe pason atë me agjërimin e 6 ditëve të Shawalit, pra shpërblehet sikur ka agjëruar një vit të tërë. Allahu i rujt. Selam aleikum hoxh, sa herë që fal namaz, trupi po më qet flak, si ta kryj namazin më largohet. Pse kështu? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Mund të kesh mësysh, kështu që unë të këshilloj që vazhdimisht ti lexosh vetes, lexoj Kur'an. Surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit dhe fry vetes. Normal shejtani nuk e duron dot pra leximin e Kur'anit ose namazin. Namaz lexohet Kur'an. Nuk e duron dot diçka të tillë. Kështu që unë të këshilloj që vazhdimisht ti lexosh vetes dhe me lejen e Allahut të lartësuar ke për t'ia dalë. Zoti ju rujt. A bën të flesh pashami? Po. Gruaja brenda dhomës së saj mund të flej pashami. Brenda shtëpisë së saj mund të rri pashami. Para njerëzve, pra që lejohet të dalë para tyre pashami, mund të rri pashami. Allahu i rujt. Hoxh, kam shumë frikë, thot, se di pse, por kur fali namaz kam shumë frikë. Të këshilloj që ti lexosh vetes vazhdimisht Kur'an.
po ashtu vazhdimisht përmende Allahun e lartësuar, sepse përmendja e Zotit gjithësisë është shkak për qetësimin e zemrës. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pra të këshilloj që vazhdimisht ti lexosh vetes, lexoj Kur'an, po ashtu vazhdimisht përmende Zotin e gjithësisë, sepse mund të kesh pra edhe mësysh. Allahu i rujt. Selam aleikum, kam dëshirë të vendos shamin. Çfarë lutje të bëj? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Nuk ka ndonjë lutje specifike që bëhet pra në momentin kur vendos shamin. Mjafton që ti ta vësh shamin, sepse po zbaton një urdhër për cilin ka urdhëruar Allahu i lartësuar në Kur'an. Mashallah, unë lut Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj ta zbatosh këtë urdhër prej urdhrave të Allahut të lartësuar. Allahu i rujt. Pse më shajnë, thot njerëzit, që falem? Shumica e tyre sigurt nuk e din mirësinë e namazit. Sepse po ta din mirësinë e namazit, ta garantoj që nuk do të shajnë më. Njëri i cili fal namaz, e di që mbas gjysore, 1 orë apo 2 orësh, do të qëndroj para krijuesit gjithësisë. Ky njeri nuk vjedh, nuk mashtron, nuk i bën padrejtësi tjetrit, nuk gënjen, sillet mirë me tjerët, i respekton prindrit, i ruan lidhjet farefisnore, e ka parasysh mbikëqyrjen e Zotit gjithësisë. Nëse ata do ta dinin vërtet se ç'është namazi, lidhja e robit me krijuesin e gjithësisë, nuk kishin për çfarë. Gjithsesi, ti mundohu t'ua tregosh atyre se çfarë është namazi, adhurimi Allahut lartësuar, lidhje me krijuesin e gjithësisë. A bën të flesh xhunub? Nëse njeriu pra ndodh që bëhet xhunub para se të flejë gjumë dhe nuk ka mundësi të lahet, atëherë merr abdes dhe më pas pra pastron normal pjesët intime dhe më pas flejë gjumë. Kur çohet pastaj që të fal sabahun, pra merr gusull. Allahu i rujt. Selam aleikum. Kur thash shahadetin, nuk kisha njohuri për fenë, veç çfarë kisha dëgjuar e besim se ka Zot. Vlen, thot, pra e shahadet që kam thonë, wa aleikum assalam wa rahmatullah. Vlen inshallah. Vlen. Ndërsa tani, normal, puno me atë çfarë përmban shahadeti. Pra shahadeti është ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij. Tani puno me atë çfarë përmban shahadeti. Zoti i rujt. Selam aleikum. Si ta bëj më të lehtë faljen e sabahut? Thot sepse nuk i del gjumi. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Mendosh përblimin e madh që ka falja e namazit të sabahut. Imagjinoje, falja e suneteve të sabahut është më e mirë se dynjaja dhe çfarë ka në të. Po farzi. Prandaj, mendo për shpërblimin e madh dhe do të shikosh që do ta kesh më të lehtë inshallah. Do ta kesh më të lehtë faljen e sabahut. Po ashtu merri shkaqet. Merri shkaqet. Pra, ver alarmin, lutë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ta falësh sabahun, të arrish këtë shpërblim të madh. Mos të privoj Zoti i gjithësisë për kësaj mirësie dhe vëre gjumin me marak. Pashja qoft me ju, dyshoj thot për gjindin e dashurisë. Thot ka probleme, ka shumë frikë. Elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Të këshilloj që vazhdimisht ta lexosh ajetin Kursi. Lexoj edhe 3 suret e fundit të Kur'anit. Mbështetju Allahut lartësuar, sepse Zoti i gjithësisë është ai që na ruan, është ai që na mbron. Zoti i gjithësisë është shëruesi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Prandaj, mbështetju Allahut lartësuar, lutju Zotit gjithësisë me sinqeritet, sepse Allahu i lartësuar është ai që na ruan, na mbron dhe na shëron. Hoxhët kam pyet shpesh, a falemi dot me robe pune? Po vlla, mund falesh. Përderisa është e pastër, falesh. Allahu i rujt, Allahu ja pranoft namazin. Hoxh, përshëndetje, thot është ortodoks dhe për natën e Kadrit, thot agjerova, është problem?
Jo, nuk është problem. Mund të agjërosh, mund të falesh, por që të shpërblehesh për agjërimin, nevojitet besimi. Me besu Allahun e lartësuar një të vetëm. Me besuar dhe me pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Me këtë besim, pra me thonë, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet me të drejtë përveç tij, Muhammedi është i dërguari i Allahut. Nëse i thu këto fjalë me bindje të plotë, shpërblehesh për agjërimin. Shpërblehesh për faljen e namazit. Selam Hoxh, jetojmë thot në Zvicër, kur shkojmë në shtëpi i gjejmë teshat e grisura, çka të bëjmë? Aleikum assalam wa rahmetullah. Ju këshilloj që në shtëpinë tuaj të falni namaz. Të lexoni Kur'an, pra të përmendet Zoti i gjatësisë në atë shtëpi. Lexoni vazhdimisht Kur'an. Pra lexojeni ajetin Kursi. Ajeti Kursi është ky. Allahu ju rujt. Selam aleikum Hoxh, çfarë më këshillon që të heqim mësyshin? Aleikum assalam wa rahmetullah. Të këshilloj që ti lexosh vetes Kur'an. Lexoje surën Fatiha, lexoje ajetin Kursi, lexoje edhe 3 suret e fundit të Kur'anit. Lutju Allahut lartësuar sepse ai na ruan dhe na mbron. Selam aleikum. Duke dëgjuar surën El Falaq dhe En Nas, mund hapet goja shumë. Çfarë do të thonë? Aleikum assalam wa rahmetullah. Mund të kesh mësysh. Prandaj unë të këshilloj që vazhdimisht me i lexuar vetes Kur'an. Lexoje vazhdimisht pra surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit. Allahu ju rujt. Në hutben e xumas, dëgjojmë emrin e profetit alayhis salam. A duhet të heshtim apo dërgojmë salavat? Kur hatibi përmend profetin alayhis salam gjatë hutbes, pra ti dërgon salavate, pra e dërgon me veten tënde, pa e ngrit zërin që të dëgjojnë njerëzit pra që ke përreth. Allahu të rujt. Hoxh, tani kam filluar të fal akshamin dhe yatsin. Elus Allahun e lartësuar për këtë gjë. Masha Allah. Elus Allahun që të forcoj. Elus Zotin e gjatësisë që të ta pranoj. Është mirësi e madhe që njeriu të fal namaz. Është mirësi e madhe që njeriu ta nis një ndryshim në jetën e tij. Masha Allah. Ke filluar me 2 namaze. Namazin e akshamit dhe të yatsis. Elus Zotin e gjatësisë që të ta mundësoj të falësh edhe namazet e tjera. Gjithsesi, unë të përgëzoj se është një hap tepër i mirë. E ke filluar një ndryshim. Me lejen e Zotit gjatësisë, në vazhdim, pra tjetë synimi me i falë të 5 vaktet, që janë shtylla e dytë e Islamit. Kush i falë 5 vaktet, i premtohet xheneti. Allahu i rujt. Selam aleikum Hoxh, a duhet të kemi duart lart çdo herë kur e themi duan e Musait alayhis salam? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Pra ke për qëllim me ngrit duart kur bën lutje? Jo, nuk është kusht. Nuk është kusht që të ngresh duart kur bën lutje. Pra mund të lutesh në çfarëdo lloj forme, gjendje që je. Por normal kur njeriu lutet, pra ngritja e duarve është edhe si një shenjë përkushtimi më shumë dhe shpresohet pra që të pranohet lutja. Allahu i rujt. A lejohet të falim namazin pa marrë abdes? Allahu të rujt. Amin, Allahu i rujt edhe ju. Pastërtia është prej kushteve që të quhet namazi. Pra duhet me marrë abdes. Vetëm në rast se njeriu e ka të pamundshme, pra të gjej ujin, apo është i sëmur dhe kanë ndaluar që të përdor ujin, këtë rast merr tejemmum. Pra këto janë rastet veçanta, ndërsa namazi pra që je në gjendje normale, prej kushteve që të quhet namazi, duhet marrja e abdesit. Allahu i rujt. O Hoxh, të dua thot për hir të Zotit, të dasht ai për hir të cilit më do. Allahu të rujt, Allahu të nderoft, Allahu të dhënë të mirësi në dynja dhe në ahiret. Amin. Ndihem gati të vesh mbulesën, thot, por prindrit nuk më lejojnë. Çfarë të bëj? Mbulesa është urdhër prej urdhrave të Allahut lartësuar.
Mundohu që t'ja bësh të qartë prindërve se ne jemi të urdhëruar me u bind të Madhit Zot. Allahu i lartësuar na urdhëron në Kur'an që të sillemi mirë me prindrit. Po normal, në çështjet të cilat nuk bien ndesh me urdhrat e Allahut lartësuar. Në momentin që është diçka që bien ndesh me urdhrat e të Madhit Zot, nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. Dhe kush i friksohet Allahut, kush i ruan dispozitat e të Madhit Zot, Allahu bën për të rrugdalje. Luta Allahun e lartësuar që të udhëzoj prindrit e tu, t'u azbus zemrat, dhe Allahu ta lehtësoft që ta vesh mbulesën. Amin. Foton time ma kanë shpuar nga ana zemrës 2 herë dhe mbështjell me pe. Është magji, si magji duket. Prandaj unë të këshilloj që të marrësh një enë me ujë të pastër, të lexosh në të surën Fatiha, të lexosh ajetin Kursi dhe 3 suret e fundit të Kur'anit. Surja Fatiha, ajeti Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit. Merre këtë foton dhe më pas duke lexuar pra surën Fatiha, ajetin Kursi dhe 3 suret e fundit të Kur'anit, nis edhe nëse ka nyje, ato penjt pra kanë nyje, zgjidhi, duke lexuar Kur'an, më pas merri, futi tek ena e ujit, pra që është i pastër, fërkoj pra këto fije dhe perit, më pas merri dhe digji, dhe lusë Allahun e lartësuar që të ruaj dhe të mbroj. Më pas të këshilloj që t'i lexosh vetes vazhdimisht pra surën Fatiha, ajetin Kursi dhe 3 suret e fundit të Kur'anit, dhe Allahu i lartësuar është ai që na ruan, është ai që na mbron. Selam aleikum Hoxh, jam në punë dhe më duhet t'i fal 2 namaze të bashkuara. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Ajo që unë të këshilloj është që çdo namaz ta falësh në kohë. Sepse Allahu i lartësuar thot në Kur'an, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Për shembull, nëse je në punë, pra dreka i kindia, ke mundësi, pra dreka afërsisht është 3 orë ca koha e drekës. Pra nuk është kusht që të falesh në momentin që bëhet ezani. Pra ke hapësirë deri para se të hyj namazi i kindis. Selam aleikum, nëse je udhëzuar tani dhe nuk ke falur namaz, a e ke obligim që ti kompensosh? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Islami e fshin atë çfarë ka ndodhur më parë. Tani me fal namazin inshallah. Allahu ju rujt, Allahu ju pranoft, Allahu ju forcoft dhe ju amundësoft që me bo sa më shumë vepra të mira. Selam aleikum Hoxh, sa herë që të falim namazin, a duhet marrur abdes? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Nëse ke abdes, pra ke marr abdes, ke fal një namaz, pastaj nuk e ke prish abdesin, atëherë mund të falesh me të njëjtin abdes edhe namazin tjetër. Por normal, e mira është që besimtari pra ta ripërtëri abdesin. Gjithsesi, namazi është i rregullt, quhet, pra përderisa nuk e ka prish abdesin. Allahu i rujt. 3 pyetjet që do të bëhen kur të vdesësh, do të jenë arabisht apo shqip. 3 pyetjet e varrit, të cilat do t'i bëhen çdo njeriu, do të jenë në atë gjuhë që ti e kupton. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Besimtari, ai i cili ka besu Allahun e lartësuar, që ka bërë vepra të mira, është bind të Madhit Zot, do të thotë Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. Dhe për të do të ketë mirësi, si në jetën e varrit, por edhe në botën tjetër. Ndërsa ai i cili e ka mohu Allahun, nuk ka dash me ditë për Zot, ky nuk do të ketë mundësi të përgjigjet pyetjeve të varrit. Do të përjetoj dënim varr dhe dënim në botën tjetër. Allahu na rujt. Zoti na boft prej besimtarëve të mirë, prej atyre që adhurojnë Allahun e lartësuar dhe besojnë dhe pasojnë profetin alayhis salam. Kur thirret ezani, jam në shtëpi, shkoj në dritare e dëgjoj më kënaqet zemra. E filloj bëj dua, ka gjë të keqe? Jo, nuk ka gjë të keqe. Allahu të rujt, por motër e nderuar.
Pasi bëhet ezani, besimtarja duhet fal namazin. Burrat pra e kanë detyrë të përgjigjen thirrjes, se kur muezini thot hayya ala salah, e jani në namaz, hayya ala al falah, e jani në shpëtim. Pra është thirrje që duhet besimtari pra me u përgjigj, me fal namazin. E nëse ti pra kënaqesh, kjo patjetër është shenjë besimit, është ndjesi pra që ti ke besim, dhe e mira pra ajo që duhet bërë është të falësh namazin. Allahu i rujt. Selam aleikum. Çfarë pune janë në lidhje me fen? Pra çfarë mundem me punu? Aleikum selam wa rahmetullah. Çfarë do lloj pune me rëndësi që mos tjetë ndaluar, pra mos ketë diçka të ndaluar. Profetët e Zotit gjithësisë kanë bërë punë të ndryshme. Dhe nuk ha dikush ushqim më të mirë se sa ushqimin që hapër prej dorës tij. Po të shikosh, pra profetët e Allahut lartësuar kanë bërë punë të ndryshme. Dikush ka qenë marangoz, dikush tjetër farktar, dikush tjetër bari, dikush ka punuar në tregti, pra punë të ndryshme. Profetët e Zotit gjithësisë, dikush tjetër robaqepës, pra puna nuk është turp. Çfarë do lloj pune me rëndësi, pra tjetë punë e lejuar, pra që nuk ka në të diçka të ndaluar. Allahu i rujt. Hoxh, një njeri imi ka hyrë në xhami, po s'ka pa asgjë, veç errësirë. Ç'a do me thënë kjo? Varet çfarë kohë ka hyrë. Nëse ka hyrë natën, thuaj ti ndezi dritat. Selam aleikum hoxh, pse është e ndaluar mbajtja e floririt tek gjinia mashkullore? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Profeti alayhi salam e ka ndaluar pra stolisjen e burrave me floririn. Ndërsa kohët e fundit, mjekët kanë zbuluar se me të vërtet, floriri pra shkakton dëme tek gjinia mashkullore. Gjithsesi, ne nuk stolisemi me flori, sepse profeti alayhi salam e ka ndaluar pra diçka të tillë për meshkujt. Selam aleikum hoxh, po i fal 5 vaktet, por me një fletushka është gjuna, se pasha Allahun ka kohë që po harroj shumë. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk është gjuna. Derisa të mësosh nuk ka asnjë problem. Pra mund t'i lexosh fjalët që thuhen namaz, nuk ka asgjë. Allahu i rujt. Me çfarë sure mund të zëvendësoj duan e kunutit nëse nuk e dim në namazin e vitrit? Duaja e kunutit nuk është detyrë. S'është detyrë. Allahu i rujt. A bëj gabim nëse kolegët ofendojnë dhe unë jam i duruar dhe nuk i kthej ofendimet, se i le Allahu, jo nuk bën gabim, përkundrazi. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Dhe kur atyre ignorantët u drejtohen me fjalë ofenduese, ata thon paqe. Kështu që synosh përblimin tek Allahu i lartësuar dhe mos ofendo, mos shaj. Allahu i rujt. Assalamu alaikum hoxh, një këshill për ata që nxitojnë në dua. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Kuptohet për një hadith të profetit alayhi salam se profeti sallallahu alaihi wasallam thot: i përgjigjet lutja ndonjërit prej jush përderisa ai nuk ngutet. Pra nuk thot që u luta dhe nuk mora përgjigje. Prandaj besimtari duhet që mos ta humb shpresën tek Zoti i qetësisë. Të vazhdoj të lutet sepse lutja është mirësi për njeriu, është mirësi për besimtarin. Ose Zoti i qetësisë ja realizon atë gjë që kërkon, ose Allahu i lartësuar e ruan prej një të keqje, ose i mundëson diçka më të mirë, ose ja rezervon mirësi për botën tjetër. Prandaj vazhdo lutu, sepse mirësi është për ty. Zoti i rujt. Hoxh, në 5 vakte duhet të falim namazin farz, sunet, përkatës të asaj koha, apo veç një në të 5-ta, ka gjë? Atëherë, obligim, detyrë, kemi 5 vaktet.
Ndërsa sunetet, pra është namaz që ti nëse do e fal, dhe nëse e fal kesh përblim të madh. Pra kush i fal 12 rekate gjatë ditës dhe natës, pra përveç farzit, i ndërtohet atij një shtëpi në xhenet. Pra sunetet e rregullta gjatë ditës janë 12. Sunetet e rregullta. Ka pastaj namazet tjera, pra që janë nafile, sunetet tjera, ndërsa sunetet e rregullta janë 12. Dhe ti nëse i fal pra gjatë ditës dhe natës 12 rekate përveç farzit, ndërtohet një shtëpi në xhenet. A më njihet namazi nëse në atë vend ka hajmali, do me thënë në salon. Jemi 27 antar në familje në një shtëpi. Namazi quhet inshallah, namazi është i sakt, po normal këshilloj pjesëtarët e familjes se ndoshta ti mund të jesh fëmija, pra ato mund ta kenë prindërit, këshilloj që ta heqin. Ai që na ruan, ai që na mbron është Allahu i lartësuar, nuk janë nuskat, nuk janë hajmalit. Pra këshilloj që ta heqin. Ndërsa për sa i përket namazit tënd, është i saktë inshallah, Allahu të rujt. Selam aleikum hoxh, a bon të falesh në atë vend ku ka pasqyrë, sepse kam dëgjuar se nuk bën. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Jo, namazi është i saktë, po normal duhet të tregosh kujdes. Pra, mos me humbë përqëndrimin. Pra ti jesh i përqëndruar, për ndryshe namazi është i saktë. Allahu i rujt. Kur e këndojmë e tehijatin, a duhet themi bismillah? Jo. Allahu i rujt. Si të reagojmë nëse na godasin pa pasur ne faj? Ku i ke shokët? Gjithsesi, ajo që unë të këshilloj është që me i nejtë sa më larg sherreve, grindjeve. Besimtari duhet të jetë paqësor. Sjellja e tij duhet të jetë sjellja më e mirë, morali më i lartë. E nëse ndodh që përballë ke i budalla, hapi rrugë budallit. Selam aleikum hoxh, prindrit nuk më lënë të falem. Çfarë të bëj? Të falem apo të dëgjoj prindrit? Allahu të rujt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Islami patjetër që na mëson me u sjell mirë me prindrit. Allahu i lartësuar në Kur'an pasi urdhëron me adhuru atë një të vetëm, na porosit që me u sjell mirë me prindrit. Ne patjetër prindrit i dëgjojmë në çdo çështje, përveç në diçka që bie ndesh me urdhrat e Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë na ka urdhëruar në Kur'an me fal namazin, kështu që duhet me u fal. Namazin me e fal, ndërsa prindrit në çështje tjera me i respektu, me ju bind, me i dëgju, përveç në diçka pra që bin ndesh me urdhrat e Zotit gjithësisë. Allahu i udhëzoft, Allahu i drejtoft. Amin. Selam aleikum, a mundesh me bërë pra dhikrin e sabahut dhe takshamit pa abdes? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po, nuk është kusht pra që të kesh abdes. Profeti alayhis salam e përmendte Allahun e lartësuar në çfarëdo lloj gjendje që ishte. Normal, besimtari është e mira që vazhdimisht pra trima abdes, por nuk është kusht. Zoti i rujt. Selam aleikum hoxh. Ke ndonjë udhëzim se si të kemi më shumë përqendrim gjatë namazit? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Mendo sikur ky namaz që po fal është namazi i fundit që po fal në këtë dynja. Mendo që ti po qëndron para Allahut të lartësuar. Mendo po ashtu edhe momentin kur dalim ditën e gjykimit para të Madhit Zot. Mendo për xhenetin dhe me lejen e Allahut të lartësuar do të jesh më i përqendruar në namaz. Po ashtu të këshilloj që të lexosh sure të ndryshme. Pra sure të ndryshme në mënyrë që të përqendrohesh sa më shumë në namaz. Allahu i rujt. Deri kur mundemi me i agjëruar ditët e Shawalit? Deri në fundin e muajit Shawalit. Pra kemi afërsisht kohë edhe 2 javë. Agjërimi 6 ditëve të Shawalit ka një shpërblim të madh. Kush agjëron Ramazanin dhe pason atë me agjërimin e 6 ditëve të Shawalit, shpresohet të shpërblehet sikur ka agjëruar pra një vit të plot. Allahu i rujt. Hoxh, nuk jam e mbuluar, as nuk fal namaz. Po ndjej shumë që dua të filloj të fal të paktën
3 vakte. Po filloja. Njeriu gjithmonë është e nevojshme dhe patjetër duhet të synoj për mirësimin. Ashtu siç ne kemi nevojë për ushqim, edhe shpirti ka nevojë për ushqim. Dhe ushqimi i shpirtit është bindja ndaj të Madhit Zot. Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që ne me fal namazin. Në mbi 72 vende në Kur'an, Zoti i Gjithësisë urdhëron me fal namazin. Është shtylla e dytë e Islamit. Unë të këshilloj t'ja fillosh namazin. 3 vakte, masha Allah, mirësi e madhe. Dhe normal synimi t'jetë 5 vaktet, inshallah. Prandaj filloja dhe mos e vono namazin. Allahu ju rujt. Hoxhë nderuar, po mërzitem shumë për Palestinën. Çdo musliman, çdo besimtar mërzitet nga ato pamje që sheh. Madje çdo njeri që ka qoftë edhe pak ndjenja njerëzore, mërzitet, hidhrohet dhe piklohet. Kur shikon ata fëmijë, ato gra, ata njerëz të vuajtur, ata njerëz që mizori nuk ka mëshirë për ta. E lusim Zotin e Gjithësisë që t'i shpëtoj. E lusim Allahun e Lartësuar që armikun e tyre ta shkatroj. Amin. Hoxh, ku mund ta gjejmë një Kur'an? Shko tek xhamia më e afërt, të orientojnë ose ta japin dhurat një Kur'an. Allahu ju rujt. Po lodhna shumë kur po lexoj Kur'an. Nëse kjo të ndodh, pra sa fillon me lexu Kur'anin, pra ndoshta mund të kesh mësysh dhe unë të këshilloj t'i lexosh vetes shumë Kur'an. E nëse ulesh pra një kohë të gjatë, atëherë është normale që njeriu e ka të nevojshme pra të bëjë ndoshta ndonjë pushim. Gjithsesi, nëse të ndodh vetëm me Kur'anin, atëherë mund të kesh mësysh dhe të këshilloj që t'i lexosh vetes vazhdimisht, sa më shumë Kur'an. Allahu i rujt. A e falë Allahu mendje madhësinë me pendim. Nëse njeriu pendohet, Zoti i Gjithësisë e pranon pendimin, e fal gabimin. Profeti alayhis salam çfarë thot në një hadith? Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Të keqen pasoje me të mirë, ta fshij atë. Allahu i Lartësuar i do ata që pendohen. Kështu na tregon Zoti i Gjithësisë në Kur'an. Allahu i Lartësuar është ai që i fal të gjitha mëkatet. Kështu tregon Zoti i Gjithësisë në Kur'an, Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Kështu që pendohu tek Zoti i Gjithësisë, ndrysho dhe kush tregon thjeshtësi për hir të Allahut, për Allahun e Lartësuar, Zoti i Gjithësisë e lartëson atë njeri. Selam aleikum hoxh, a ka ndonjë detyrim nuset kundrejt vjerrive? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Kjo çështje kthehet tek tradita. Tradita jon këtu është që gruaja në shtëpi duhet të shërbej prindërve të bashkëshortit saj. Argument për këtë, patjetër, Fatimja, vajza e profetit alayhis salam, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, shërbente në shtëpinë e saj. Bashkëshortet e profetit alayhis salam shërbenin në shtëpitë e tyre. Kështu që edhe pra nuset kundrejt vjerit dhe vjerrës, pra shërben sipas traditës. Në vendin ton, tradita është që nusja u shërben prindërve të bashkëshortit të saj. Selam aleikum. Si është paraqitja e melekut të vdekjes tek besimtari i cili mund të dënohet në varr për mëkatet? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Sipas argumenteve fetare, pra haditheve të profetit alayhis salam, besimtarit i vinë me lajket e rahmetit, jo besimtarit i vinë me lajket e dënimit, ndërsa përsa i përket besimtarit i cili është mëkatar, pra ka bo mëkatet më dha, atëherë, siç kuptohet prej haditheve të profetit alayhis salam, për shembull ajo ngjarja e atij personit i cili kishte vrarë 99 njerëz, më pas vrau të 100-tin dhe më pas pra që u pendua dhe kur erdhi momenti i vdekjes, u grindën pra, ose si thush erdhën të dy me lajket e rahmetit dhe me lajket e dënimit, dhe në fund pra ja morën shpirtit me lajket e rahmetit, por që nuk kupton personi i cili bën mëkatet më dha, mund të vinë me lajket e dënimit. Zoti na rujt. Allahu i rujt.
Babi, imami në shtëpi, falet shumë shpejt dhe mbes 1-2 ajete pa përfundu suren. A bën me e vonu? Jo, nuk bën me e vonu. Pra imami ndishet. Ra në ruku, bi me imami në ruku. Çfarë ka mbet pa lexuar e ka plotësu imami. Allahu i rujt. Si që ndron puna e shitjes së mishit të derit, pasi që në Kur'an nuk ka diçka fikse që e ndalon. Atëherë Allahu i lartësuar e ka ndaluar në Kur'an pra mishin e derit. Profeti alayhis salam thot në një hadith, Allahu i lartësuar kur e ndalon diçka, e ndalon edhe çmimin e saj. Pra edhe me shit, edhe me ble, Zoti i rujt. Hoxh, një ditë i thash thot mamit se kur të rritem kam qef, pra thot të vendos shamin. Por ajo thot nuk ra dakord, që të bëj, kur të rritesh? Vendose shamin, sepse është urdhër i Zotit të gjithësisë dhe nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. Maman duaje, respektoje, bindju në çështje tjera, përveç çështjeve që bin ndesh me urdhrat e Allahut të lartësuar. Hoxh, deri qa date mund ta mbajmë ditët e Ramazanit që nuk i kemi agjeruar? Ke kohë deri Ramazanin tjetër. Pra, kur të kesh mundësi, normal, mundohu që t'i agjerosh sa më parë, në mënyrë që mos të ngushtohet koha, gjithsesi, ke afat deri Ramazanin tjetër. Allahu i rujt. Unë jam duke bërë dua për 2 gjëra. A do të më pranohen duat e mia? Allahu të ruaj të hoxh. Amin. Allahu i rujt edhe ju. Allahu i lartësuar premton Kur'an dhe thot: Ud'uni astajib lakum. Lutmoni mua të përgjigjem ju. Kështu që lutju Allahut lartësuar, se Zoti i gjithësisë është ai që i përgjigjet lutjeve. A të pranohen lutjet për një person që e do me gjithë zemër, e do të kalosh një jetë me të? Allahu i lartësuar është ai që i përgjigjet lutjeve. Lutju Allahut lartësuar dhe kërkoj Zotit gjithësisë që nëse është kjo e duhura për ty, atëherë të ta mundësoj ty të bashkohesh me të. E nëse nuk është e duhura për ty, të ta mundësoj më të mirën. Gjithmonë lutja është mirësi për robin, ose Zoti i gjithësisë ta mundëson atë gjë që ti kërkon, ose ta mundëson diçka më të mirë se ajo, ose ta largon një të keqe, ose ta rezervon mirësi për botën tjetër. Prandaj ti lutu. Dhe normal, lidhjen mundohu ta ndërtosh në halal, ashtu siç kënaqet Zoti i gjithësisë. A ban të rah dikë që e dua, por nuk më ka thot qef. Dhuna nuk bën. Dhuna nuk bën. Nëse e do, lutë Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj të bashkohesh me të në halal, pra në rrugën e lejuar. Përndryshe, lutë Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj dikë më të mirë. A mund të luteni për mua me i kalu thot provimet që kam tani? Patjetër që ne lutemi, por ti përpishu, mëso, dhe ne e lusim Allahun e lartësuar që të t'i lehtësoj provimet ty dhe gjithë studentëve. Po ashtu e lusim Zotin e gjithësisë që gjithë neve të na e lehtësoj atë provimin e madh që është në botën tjetër, llogaria para Allahut lartësuar. Duhet të mërzitemi që prindrit tanë nuk shkojnë në xhami, a i fal Allahu ata? Atëherë patjetër që fëmia ndjen dhe mshuri për prindin, sidomos kur prindi nuk i bindet Allahut të lartësuar. Por besimtari jeton me shpresë dhe lutet vazhdimisht Allahun e lartësuar që t'i udhëzoj, t'i drejtoj, t'ua mundësoj që t'i binden Zotit gjithësisë. Mundohu të sillesh mirë me ta, të fitosh zemrën e tyre, t'i këshillosh ata që t'i binden Allahut të lartësuar, sepse namazi, pra kush i fal 5 vaktet, ne e dim fare mirë, i premtohet xheneti. Kështu që lutet Zotin e gjithësisë t'i udhëzoj, t'i drejtoj, sillu mirë me ta dhe vazhdimisht këshilloj. Allahu i rujt. O hoxh, kam nipin e vogël 2 muajsh dhe sa herë para se ta lajm, fillon dhe shan me të madhe. Allahu e ruajt nipin tuaj, ju këshilloj
që ti lexoni Kur'an, ndoshta mund të ketë më sysh, kështu që lexoj ajetin Kursi, lexoj edhe 3 suret e fundit të Kur'anit. Pra fry nipit, Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxha, merret abdes me ujin e detit. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Po merret abdes me ujin e detit, sepse për këtë ka hadith prej Muhammedit alayhi salam. O hoxh, pse kur I lexoj vetes ndonjë sure më hapet goja shumë, të lutem më trego. Ndoshta ke më sysh, unë të këshilloj që të lexosh vazhdimisht Kur'an, po ashtu fale namazin, që Allahu I lartësuar të ruaj dhe të mbroj. I nderuar më hoxh, kam burrin thot e smur prej nervave, pin thot barna, po ka 2 javë edhe barnat nuk e shqetësojnë, nuk flen. Anën mjekësore asnjëherë mos e neglizho. Pra patjetër anën mjekësore, por krahas kësaj, këshilloje që të lexoj Kur'an, të lexoj vetes. Kur'ani është shkak për qetësim. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Ti lexoj vetes pra surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit. Të flej duke bë dhikr, pra duke përmend Allahun e lartësuar. Këshilloje. Selam aleikum hoxh. A prishet abdesi në qoftë se qesh në namaz? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Nuk prishet abdesi, por nëse qesh me zë, prishet namazi. Allahu ju rujt. Njeriu duhet me qenë I vëmendshëm në namaz. Me u përpjek, me u përkushtu dhe patjetër me mendu se ti je para të madhit Zot. Po e fal namazin për Allahun e lartësuar, synon që pra me këtë namaz me fitu shpërblimet më dha tek Zoti I gjithësisë. Allahu ju rujt. Kur vdes burri, a ka haram gruaja ta prek, a prishet kunora? Thonë që s'ban as me prek, as me nejt afër. Jo, nuk e ka haram. Pra gruaja mund ta prek trupin e tij, mund ta lajë atë, pra e lan xhenazën. Nuk ka ndalesë. Ebu Bekrin, Zoti qoftë I kënaqur prej tij, pra shokun e profetit sallallahu alaihi wasallam, e ka lar bashkëshortja e tij. Kështu që nuk ka ndalesë. Ne si musliman, dashuria fillon në dynja, por vdekja është një ndarje e përkohshme. Ne shpresojmë që me dashmit tanë, me të afërmit tanë, t'jemi edhe në xhenete, atje ku ka lumturi të përjetshme. Kështu që pra nuk prishet kurora dhe bën që gruaja ta laj bashkëshortin e saj. Zoti ju rujt. Përshëndetje hoxh, më ka ndëruar jetë, nana thot që 2 muaj. Kam shumë mërzi, më këputet trupi. Përshëndetje. Elus Allahun e lartësuar që të t'jap durim. Elus Zotin e gjithësisë që ta mëshiroj nanën tënde. Elus Allahun e lartësuar që të të bashkoj me të në xhennet. Duhet ta dish që në këtë dynja ndarja është e përkohshme. Ne shpresojmë që me dashmit tanë, me të afërmit tanë, takohemi në xhennet, vendi I lumturisë së përjetshme, vendi ku në të nuk ka pikëllim, nuk ka mërziti, nuk ka hidhërim, nuk ka sëmundje, lumturi e përjetshme. Ajo që unë të këshilloj është që ti lutesh Allahut të lartësuar për nënën tënde, të falesh namaz, në sejdë të lutesh për të, që Zoti I gjithësisë ta fal, Zoti I gjithësisë ta mëshiroj, Allahu I lartësuar ta bëj prej xhenetlijeve. Ta angazhohesh me dhikr, me përmendjen e Zotit, se me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Po ashtu, të kujtoj me ajetin e Kur'anit, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u ligështoni, mos u pikëlloni, sepse ju jeni më të lartët nëse jeni besimtarë të vërtet. Të këshilloj që sa herë pra ta kujtosh ose të mërzitesh, merr abdes dhe fal namaz në sejdë, lutu për të. Kjo I bën dobi nënës tënde. Po ashtu të bën dobi edhe ty, e ta mundson Zoti inshallah të takohesh me të në xhennet. Kam regjistruar djalin në Kopësht, por praktikojnë lutje katolike në mëngjes. Është keq, po keq është. Fëmijën tënd edukoje ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salam, ashtu siç na kanë mësuar profetët e Zotit gjithësisë. Ti lutemi vetëm Allahut të lartësuar, një të vetëm, pa I bërë atij shok në adhurim, pa I mvesh Zotit gjithësisë mangësi, pa thënë për Allahun e lartësuar se ka fëmijë apo ka nevojë për bashkëshorte. Larg të metave është Allahu I lartësuar. Edukoje fëmijën tënd që ti lutet Zotit të gjithësisë si musliman.
Të krishterët kanë fenë e tyre. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Lekum dinukum waliya din." Ju keni fenë tuaj, un kam fenë time. Prandaj mësoje fëmijën tënd të lutet Zotit gjithësisë, ashtu siç i është lutur Muhamedi alayhis salam. Selam aleikum, a prishet abdesi nëse qajmë? Aleikum assalam wa rahmetullahi. Jo, nuk prishet abdesi. Të këshilloj të falësh namaz istikhare dhe më pas namazit të lusësh Allahun e lartësuar që nëse është e hajrit t'ju bashkoj të dyve, e nëse nuk është e hajrit të ta mundsoj ta harosh atë person. Unë e këshilloj çdo djalë dhe çdo vajzë, lidhjet jashtëmartësore janë të ndaluara në Islam. Luta Allahun e lartësuar që nëse është e hajrit të ta mundësoj të bashkohesh me të në halal. E nëse nuk është e hajrit, atëherë lutë Zotin e gjithësisë që të largoj prej tij. A lejohet operacioni i hundës? Operacioni i hundës, nëse ke pësuar një aksident ose ke problem shëndetësor, lejohet. Nëse thjesht e bën për mod, për hobi, ndryshimi i krijimit të Allahut të lartësuar, jo, nuk lejohet. Moda ndryshon. Sot ndoshta mund të preferojnë një hund të vogël, por më vonë mund të ndryshoj preferenca e njerëzve. Pastaj çfarë pëlqen ti, ndoshta dikush tjetër nuk e pëlqen. Je i kënaqur me krijimin e Zotit të gjithësisë. Je e kënaqur me krijimin e Allahut të lartësuar. Zoti ju rujt. Hor, selam aleikum. Desha të pyes kur femrat pra janë me menstruacion, a mundet me u fal apo nuk bën? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk falen femrat kur janë me perioda. Zoti ju rujt. Çka me ba kur e kupton që burri ka ba zina? Qysh me ja fal? Qysh me lan fëmin? Nëse shikon që bashkëshorti, pra të ka tradhtuar, ka bërë imoralitet, atëherë ti e ajo që vendos. Nëse e shikon që ky nuk është penduar, nuk ka ndryshuar, nuk reflekton, atëherë ndahu prej tij, sepse çfarë shembulli do t'i jap ky njeri për fëmijët e tij? Nuk shtyhet jeta me një tradhtar. Por nëse shikon që ka reflektu, është penduar, ka ndryshuar, apo ndryshon, atëherë ti e ajo që vendos. Ose fale, ose ndahu, pra ti në fund je ajo që vendos. Zoti ta lehtësoft. Selam aleikum. Thonë që kur del hëna e re, nëse pret flokët rriten shumë shpejt. A ka lidhje? Aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk ka lidhje, bestytni është. Nëse e lyje mjekrën, a është haram? Jo, nuk është haram. As lyrja e mjekrës, as lyrja e flokëve. Zoti ju rujt. Selam. Një rukjexhi më tha të kanë bërë sihr në ushqim. Se dia ti besoj. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Unë të këshilloj që të falësh namazin, të bësh dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, vazhdimisht gjatë ditës, kur ke mundësi, lexoje ajetin kursi dhe mos e angazho mendjen tënde çfarë tha ky dhe çfarë tha ai. Por mbështetju Zotit gjithësisë, Allahu i lartësuar është ai që shëron. Zoti i gjithësisë është ai që të ruan. Allahu i lartësuar është ai që të mbron. Dhe me leximin e Kur'anit ka për të larguar çdo stres, çdo breng, çdo vështirësi me lejen e Zotit gjithësisë. Këshilloje shoqen tënde që t'i lexoj vetes. Dërgoja surën Fatiha, dërgoja ajetin kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit, dhe këshilloje që ajo vetë t'i lexoj vetes. Zoti ju rujt. Martesa në mes 2 bajrameve, a lejohet? Se kam dëgjuar që nuk hec mbar martesa. Lejohet, nuk ka asnjë lloj ndalese, këto janë bestytni, besime të kota, larg besimeve të kota dhe me trashëgime. Përshëndetje, ka vlerë lutja kur bëhet në mendje? Përshëndetje, po ka vlerë. Allahu i lartësuar i përgjigjet lutjes në çfarë do lloj gjendje ti je ti.
Qoftë edhe nëse lutesh vetëm me mendje.